Përgjatë sezonit veror, jo vetëm çmimet e produkteve të shportës, frutave dhe perimeve kanë përsuarritje, por edhe ato të ofertave telefonike apo shërbimeve të internetit dhe televizionit. Përdoruesit e rregull të këtyre shërbimeve thonë se nuk i përballojnë dot më këto çmime, që shpalosen si oferta, por rezultojnë krejt të kundërta. Për përdoruesit e telefonit dhe internetit, jo vetëm çmime të larta, por mbi të gjitha edhe mungesë shërbimi, sinjal televiziv që ndërpritet, internet që ngadalësohet, por edhe defekte të shumta. Qytetarët thonë se në kompanitë në qytet përballen edhe me mashtrime duke lidhur kontrata disa mujore që nuk zbatohen nga kompanitë e ofrimit të këtyre shërbimeve. Ata bëjnë thirrje emergjente për kontroll të çmimeve, teksa thonë se mungesa e konkurrencës rëndon mbi gjendjen e tyre ekonomike. Për ato më ke gjetur në momentin e duhur, jam shumë e mërzitur se të mashtrojnë shumë. Këta të Vodafonit sidomos, se këta kemi provuar deri më sot. Më kanë hequr shumë e mërzitur, më kanë hequr paketin. Nuk shikoj asnjë televizion të lokale. Më tha jo do pagoj 26.000 lek për një vit, më tha do ta bëj kontratën për një vit, ma ka bërë për 2. Po tani, hajde, nuk është shumë e madhe, po më ka hequr gjitha ato stacione. Kjo është problemi. Nuk më ofrojnë shërbimi që duhet. Lekët i marrin vetëm me të mashtruar. Tani me të drejtën para ca vitesh ka qenë mirë. Pagoja për shembull 12.000 lekë te Vodafoni, e kisha një muaj afat me skadencës. Tani e pagoj më shumë lekë 17.000 lekë, edhe e kam 21 ditë a 20 ditë. Edhe ndërpret me një Vodafoni, ndërpret dita gjatë në iPhone-in tim. Dëgjoj, ne jemi pensionista, ne në vendet të ndryshme të botës kanë një tarif 50% off për pensionista. Këtu nuk njihet fare, si për në autobuse, në trene, vetëm avioni nuk e ka këtë, por dita linjat e brendshme që ka një shtet për shembull si një qytet e ka me 50% down, poshtë. Me fjalë, bën bileta për autobusit, bën 400 lekë, pensionistët pagon 200 lekë. Dhe mungesë shërbime. Duhet përmirësuar kjo gjë? Po do përmirësuar. Pastaj tjetër që kam një problem unë. Në gjithë botën ka sportere. Në sportere njerëzit ulen, marrin një numër të aty edhe me atë numrin. S'ka rafar aty dhe numri në monitor, edhe vete për shembull numri 14 vete te sporteli A thotë. Vete 12 te sporteli B. Po duhet shumë kontrolle, vallahi ekonomi tremi kapitalizëm, po konkurrenca këtu nuk ka konkurrencë. Për shembull, vetëm janë dy gjëra, Vodafoni dhe kjo Huan, ç'është kjo. Do të ketë 5 a 6 që të konkurrojnë. Po ka konkurrencë do ulen çmimet. Shumë shtrenjtë. Shumë shtrenjtë. Shumë ti, sa paguan? Paguaj unë 13.000. Edhe shumë. Ne pensionistët njerë vetëm kemi fëmijë jashtë. Nuk e dim si do bëjmë. Ja kështu gjithmonë me të shtrenjtë. Po, ka qenë dhe më lirë, kush ban mund. Nga vitet apo? Po. Sa të them, unë edhe shërbimi mirë. Shërbimi vazhdon, do me thënë nuk ma presin që vetëm që është shtrenjtë. Po çmime sa vjen e rriten, po janë rritje. Për shembull unë kam ato ofertën te Vodafoni që e paguaj muaj për muaj, çdo muaj po thoj se ato rriten 500 lekë, po për ne janë shumë. Unë momentalisht paguaj 12.000 lekë, 11.500. Po më e ulët ishte, për shembull në fillim e kapa me 5.000 lekë. Tash ka vajtur. Po, me kontratë, kam një vjeçare, qershor për qershore. Po dhe duhet të ketë kontroll, se nëse i di mirë, po dhe duhet të ketë kontroll. Për çdo gjë, jo vetëm për këto. 2 kompani telefonike funksionojnë në të gjithë vendin, One dhe Vodafone, të cilat kanë të njëjtat shërbime dhe çmime të dakordsuara, por edhe në kompanitë lokale të ofrimit të shërbimit të internetit apo televizorit kablor, hasën të njëjtat probleme, që fillojnë nga çmime më të larta, defekte të shumta dhe mungesë shërbimi.